Rritja e çmimit të naftës ka sjellë ndikim të drejtë edhe në tregun e frutaperimeve dhe në qytetin e Kukësit. Konsumatorët thonë se kjo rritje po ndihet çdo ditë më shumë në xhepat e tyre, ndërsa shprehin se në disa produkte çmimet janë rritur ndjeshëm. Sipas tyre, më të shtrenjta janë bërë sidomos domatat, kastravecat dhe specat, produkte që zënë një vend të rëndësishëm në shportën e përditshme familjare. Purallëki është kul për rrethin tonë, kush nuk interesohet, as duhet me ditë se ka njërës allergji ose, sa ti bësh, me një pension 90.000 lek, 9.000 lek i be, po 90 i thona. Po, kështu që, s'kena që i bëjmë. Do të se çmimet janë normal, ja? Bash normale jo, se thonë 3.500 lek 1 kile spec, kur me puna 4 speca, nuk janë ma. Po, sa ti bësh, 3.000 lek 1 kile domate, edhe ato nuk janë domate, s'ki që e banë. Çmimet, a kish në rritja jo? Po si s'ka rritje, arrit nafta, arrit çmimet. Ku çfarë vjen, çfarë prodhimesh? Po çfarë prodhimi mbolla këtë sendet. Rritje ka shumë rritje. Ka çmimet janë shtrenjtë. Punë nuk ka. Trit kanë ikë gjithë. Cilat janë më shumë që janë rritë, cilat produkte? Speci, damati, kastraveci. Këto janë rritë më shumë. Sa ka shumë çmim krahasisht? Po çmim damati ka huaj 2.000 lek kilja. 2.500. Speci 3.500. Kanë rritë shumë çmim. A ka ndikuar edhe Ka ndikuar çmimi i naftës. Ka ndikuar shumë. Pse të kush ka ndikuar? Ka ndikuar të kastraveci, të speci, të çdo çmim, domethënë të çdo mall. Të mielli, të ushqimorja, të To janë mallat që janë bio, të vinë... Ja, më s'ka zonës tani. Nuk ka zonë të vinë nga jashtë. Edhe tregtarët e pranojnë se çmimet kanë pësuar rritje, duke e lidhur këtë situatë jo vetëm me shtretimin e naftës, por edhe me kostot më të larta të transportit dhe furnizimit. S'ka më vlerë, s'ku ka vlerësi. Ti pe vetë, se s'kan lek. Nuk shitet as malli, as... Në bon, shumë problem. Nafta ka shku 2.200 lek kilja, si s'ndikonë. Dhe të shkujet e konsumatori, ka shku 3.500 lek kilja domateve. Këtë do të avoj konsumatori, prandaj duhet këtë lehtësime për shtetin, që kemi bu. Përveç domatës ka rritje të çmimit? Po gjithë shka ka rritje, se normal që shkon në transportit. Diskutohet këta me lidhë me naftën, me trorin, me kretë ku shkon. Lese janë edhe shtetë edhe në lushin, s'preken, janë çmimet shumë shtetë. Janë shtetë që kanë rejtë ato shumincat, s'kanë fajtë dhe drejtorët. Kjo për 5 lek janë ta për mëllën, 50 lek vetra, s'tel logëria. Vëje kush duhe, ja shifit regin, bo shiki. S'ka takat, ku kanë takat kukës, janë një në rëshqarësit ma të varfëra. Këtu nëse duhet, du të vejtë duhe shteti, ti kompensoje, ose ti letësoje. E këshirë ti shtërngu ma shumë, vaj me det për këtë popull ku kam rruje. Spesin e ki 4.000 lek kilja, domatja 4.000 lek, kush e halë? Kukës. Trongi ka shu 1.500 lek, patron një fi, unë ngritë prapë se unë rrët nafta ka shu 1.500. Si në qaban, ku do të shkënë? Ma lirë që anë sot, pa rritjes patron dhe 1.000 lek me kile. Sot e kini 1.500 lek të rongët. Kush e blenë? Sa të katë? Punë s'ka, nërmore s'ka. Rritja e vazhdueshme e çmimeve po e bën gjithnjë më të vështirë për ballimin e shpenzimeve të përditshme, ndërsa qytetarët kërkojnë më shumë stabilitet në çmime, sidomos për produktet bazë ushqimore.